kur kanë shku delegacioni prej Mekës me taku Herakliun. Dhe kur e kanë taku Herakliun, Herakliu i ka pyet ata për pejgamberi Isa. Herakliu ka qenë krishter. I ka thonë Ebu Sufjanit. Ebu Sufjan alas ka qenë musliman, ka qenë udhëtar. I ka thonë Herakliu, çka po ju urdhëron pejgamberi? Dëgjoni me vëmendje. Pasha Allahun, sot aq shumë një pjesë e muslimanëve i kanë haru gjërat bazike të fesë tonë. Kur themi gjërat bazike, nuk e kanë fjalën me marr avdesin, po me marr avdesin për gjërave bazike, nuk e kanë fjalën te ato 5 shtyllat e islamit, e të imanit, 6 e kështu me radhë. Po janë edhe disa parime të përgjithshme të islamit. Sikur tash ty të vjen një njeri, po na vin tash plot perëndimor të shok e miqt familjarëve tonë që i kemi, edhe e ki një djalë dajës, një djalë tezës, një djalë hallës, një dhondër, një mik, një daj, edhe i ka ardhur Gjermani, francezi, prej Austrisë, prej Belgjikës, e ku e diune, edhe ai thot çka ky, ai çka ty me mjekëre, çe namazlije, e ke kry haxhin, edhe ai nashta s'ka pas rastin kur me dëgju dhe me pyet për islamin. Dhe ai pyet ty apo më shpjegon për islamin, dhe ti i ke 5 minuta, hajde 10, hajde 15 minuta të arta. Ndoshta kjo momenti i vendimtar për ato, nëse ti ke performancën dhe ki me ditë mja paraqit dhe mja zbukuru islamin e vërtet, ai ndoshta ka më konë kjo bisedë dhe ky takim një shkëndi që Allahu nëse udhëzon ka me pranë islamin. Po i thot Herakliu, Ebu Sufjanit, Herakliu i pari i Abisinis, krishter. Ky ke shku prej Mekës, mja u prish muslimanëve vendin që i ka pranuar si refugjat, kanë bu hijret. Tha, ti ardha mua anku për qatë njeri që o dalë, që për ju bën probleme për pejgamberin sa. Ma dhe e moru kom, qka po urdnanaj, qka po thiraj, që qani. Qërë Ebu Sufjani. O abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhurojeni Allahun një, mos i bëni shirk në adhurim e shoq Allahut me asgjë. 2. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Lërini ato çfarë kanë thënë të parë tuaj. Lërini, do të thonë është fjala kur i thirr ke pejgamberi me besu Allahun një, thoshë s'mund të më lënë na fenë të parëve tonë. 3. Ya'muruna bis-salah. Na urdhëron me fal namazin. Dëgjoj me vëmendje. 4. Na urdhëron të jemi të sinqert me temën tonë. 5. Na porosit të jemi të ndershëm dhe me namuz. 6. Na porosit me i mbajt edhe me i forcu lidhjet familjare dhe farefisnore. Kaq. Dhe merë këto ti model bashkë me mu. Kështa është një Gjerman, a një Francez, a një Amerikan, a Kanadeze, bla bla, ka ardhë, edhe të përkum dëshirë me dëqu diçka për islamin. Po, islami, që nuk ka përgjithësim të mirë. Jo rasisht Imam Newawi rahimahullah e ka shkfut këtë paragrafin e fundit. Kjo është një hadith i gjatë, biseda që ka ndodhur mes Herakliut dhe Ebu Sufjanit dhe delegacionit. Dhe për këto 6 urdhresat islamit, mësoj dhe ka një 3-4 fjali, shkurt, qarta, çka do më thonë me adhuru Allahun një, çka do më thonë idhujtari, edhe e kryet i totën. Nësa Allahu dënë e udhëzën, por ajo që ka dalë për te e ka qenë shambullore. Prandaj këtu Imamun Newawi rahimahullah për më jep pesh dhe rëndësi jashtëzakonisht të madhe kapitullit të sinqeritetit, në mes tjerash e ka ndo edhe këtë moment nga biseda e Herakliut me Ebu Sufjanin, kur ai e pyet në çka po i urdhëron pejgamberi alajhissalam, e kanë nënvizuar në mesin e 6 gjërave bazike në fenë islame, e sidqu, sinqeritetin. Në urdhën me sinqeritet.